studenta, shumë praktikant, kur kanë qenë në odë ekonomike, kur i shoh sot që studentat më dot janë pozitat më të larta, vetëm se i takojnë një partije politike dhe nuk dinë tabelën e shfrytëzimit, është mjerim. Dhe kur i sheh që sot në pozita kryesore vinë jo në emër të vlerës, po në emër të partisë dhe përkatësisë politike. Është ioni ky. Ky është ioni. Absolut, nga brenda rënohet Kalaja. E votojmë edhe e propozojmë, e votojmë edhe e bëjmë. Kalaja nuk rënohet kur nga jashtë, vetëm nga brenda. Dhe do thotë kjo formë e prodhimit të analfabetëve me diploma dhe vendosja e tyre në pozita kyçe është ajo që po e ngulfat atë diellin mbi Kosovën që atë shumë e don. Në këtë raport, me këta që thu të ditur e kështu, a mos është një lloj fenomeni që na përcjell, se vetë e ke nisë emisionin me thënien e Fajkonicës, krejt i falive suksesin s'ta falin. Edhe që a ndodh për fat keq edhe në nivelet elitare që nëse unë s'jam, mos tjetë as Safeti? Kujtohet një vizitë në Londër, bravo, kur realizova librin e Malcolmit, historinë e shkurt për Kosovën, e takova në Londër, bisedum me Malcolmin. Një geni, një njeri që i flet më shumë se 20 gjuhë, një çastje, një personalizëm, një memorje e paparë. Që një ditë kanë dalë shumë kohë për ne. Absolut. Një ditë, duke biseduar, doli me pini kafe, po e pës, kur më tregoj cilat arhiva në botë ka vizitu, çka ka hulumtu për Kosovar, për shqiptar, për gjithësi, e pës thash, lutem trego, a ka diçka që ke zbulu që nuk e ke shënuar libër e të ka mbet. Keshi si një fëmijë, tha, mos po të ofendoj. Thash, profesorun ku marr prej Kosovës, nuk e besoj që ju keni vokabular që mund të më ofendoni. Tha, janë 3 tipare që nuk kum gjet askund në Ballkan. E para thot ju mungon tradita me pas pris. Si duket thot para Skënderbeut keni pas pak Skënderbej, mas Skënderbeut ma pak Skënderbej. Ky s'bën, e kush s'bën zi, e pse s'bën zi, po ky nuk bën. Thot sikur ta kish pas një hierarhi, Gjergji 1, Gjergji 2, Gjergji 3, ish kriju tradita me pas pris, po nuk i keni. E dyta thotë që e kanë zbulu për ju dhe tek ju është respekti i tepruar ndaj të hujës dhe të hujet, edhe gabim që flet, edhe qofse nuk din, po është i huj dhe flet në gjuhën e huj, a gjithmonë ka drejt dhe a ju dëmton. Dhe treta, thotë është një veti që prapë nuk e kam gjetë askund, thotë në literaturë, ngritja e individit, ngritja e vlerës së individit pas vdekje. Gjatë jetës është hajn kriminal, pas vdekjes është hero dhe patriot. Thotë është një relacion që nuk përputhet me realitetin dhe këto duhet të i takojnë të kaluarës. Këto 3 gjëra. I thot kështu, e nuk na i kanë shënu si damk, se do të tingëllon të si damk shumë. Nga gjithë përvoja, nga njohurit tuaja, nga përvojat e takimeve të shumta, e njohjes vërtet krejt globit, ekonomive të ndryshme, a bëhet ky vend? A ka resurse edhe njerëzore, po dhe ekonomike, e materiale për të bërë? Na themi, kur një jetë ma mirë s'kemi qenë, veç për fat keq jemi të fundit. Unë besoj që potencialet që ka Kosova vërtet duhet të garantojnë dhe jam optimist që do t'jenë në funksion të shtetit. Mi po definitivisht problemi më i madh është fakti që në Kosovë çdo gjë është politizuar. Dhe në një shtet ku temë ditore dhe agjendë permanente është politika, ka shumë pak hapësirë për ekonomi, ka shumë pak hapësirë për prosperitet dhe definitivisht është koha kur duhet të kthehemi në 2 libra shumë interesante të shkruar nga kosovarët. Libri i parë ka qenë doktoratura e të madhit Ismet Gusia, i cili elaboron pasurinë dhe ekonominë e Kosovës dhe garanton zhvillim dhe qëndrueshmëri nëse do të përdoren resurset natyrore të Kosovës mbështetur në faktorin njeri. Dhe dyta është libri i të madhit Ali Jakupi, i cili në vitin 2003 pa financim qeveritar e harton strategjinë zhvillimore, strategjitë cilën e kanë në shtëpi, strategji për cilën e kanë edhe fjalimin e Bajram Rexhepit që ja kanë ndalu ta pranoj si të vërtetë sepse ka qenë e dhuruar. Dhe në Kosovë si duket çka vjen pa pagu nuk ka peshë dhe respekt dhe sot gjendet tek unë dhe jo e zbatuar në praktik. Dhe në këtë drejtim besoj Kosova e ka fatin që e ka një sektor privat mjaft dinamik që si duket e ka dhënë provimin e rezistencës në vitet 90-ta, e shkalit dhe sot ka bën 100 hapa parapolitike. E ka një diasporë brillante, një thesar, mi po ajo që ka mua më brengos. Apo i them diaspora mërgat?
nëse përkthej gjua diaspor është tingëllon shumë keq. Po. Mi po I themi mërgat ma mirë. Edhe Se akoma e kemi shumë aktive, Bravo. shumë të shno, shumë të afër. Unë besoj që mëkati më I madh që po e bëjmë përballë mërgatës është fakti që vlera e mërgatës e na matet vetëm me kutin financiar. Mërgata jonë ka peshë shumë më të madhe, më shumë dimensionale se sa paraja. Gjithat Ka atje me edukim, vajza që kanë ka prosperue. kulturë, kanë punë dhe vërtet ai duhet të jetë arma më e fuqishme e Kosovës. Dhe e dyta është mëkat të thuhet që Mërgata dërgon në Kosovë vetëm 1 miliard e 300 milion euro. Mërgata e Kosovës unë garantoj në aspekt profesional, në aspekt moral dhe etik që dërgon shumë më tepër se buxheti I miratuar në Parlamentin e Republikës Kosovës. Prandaj vërtet është koha kur duhet të lëshojmë në tokë, të kthehemi ka vlerat, të inkorporojmë dijen, jo politiken, jo përçarjen, jo urrejtjen, se në fund të fundit ende lirin e merituar të quajtur në Republikën e Kosovës e kemi të pafituar. Absolutisht na e dim çfarë bëjmë në gjeta kështu, po e rëndësishme është që hyn fresh kapital dhe nëse me bank vijnë 1 miliard e 300 milion, me bank që vijnë, na e dim që edhe 2 fishi vjen pa bank, njerëzit kanë të drejtë, nxjerrin parat atje, vjen, I përdor rrugës, I përdor këtu dhe mbi të gjitha I lën këtu. Me mujt me kriju një cirkullus viciozus që shkon përpijet të ngrit, kemi mujt GDP-n me pas 20 miliard. Na im është interesant një punë, këtu flitet, në vërtet po mungojnë projektet mirëfillta, ti thuash diku që po flasim për ekonomi dhe jemi importues të rrymes, a jemi ata që kemi rezervat më të mëdha të lignitit, është një mëkat, apo shkenca e njeh si mallkim I hirt. Do thot vendet e pasur afrikane flenjën, kanë diamanta, ari po janë të varfra. Kosova nuk e meriton një gjatë të tillë. Dhe e dyta, sot duke ardhur në emision I fletoja disa dhana, është turpi më I madh që në vitin 2023 ne kemi importuar mallra në vlerë prej 5 miliardë e 900 milion euro. Kemi eksportuar mallra vetëm 878 milion euro dhe në 350 milion eksporte kemi eksportuar mbeturina metalike. Mbeturina metalike, çka I gjojmë të I mbledhë. Po tash parëmendo, ne krenohemi që kemi thëngjell, ne krenohemi që kemi trepçën, ne krenohemi që kemi do thot artanën dhe shumë minjera tjera, mi po definitivisht po e shihni që nuk jetohet vetëm nga pasuritë natyrore, nëse nuk është faktori njeri, ai që I menaxhon, ai që absorbon dieni dhe ecë më tutje. Mbani përshtypje gjatë vizitës fundit në Ganxho në Kinë dhe e pash në një shkritore u përpunoi ke koncentrati I trepçës. 1 ton I koncentratit nga trepça eksportohet me më pak se $50. Dhe pe ati toni dollar u nxishin 31 metale. Dhe me nanoteknologji pe koncentratit trepçës prodhojshin edhe infuzione për smundje kancerogjene. Dhe lim pyetja, a nuk pas ka pas Kosova mundësi me ndërtu një shkritore vetëm me nda në 3-4 metale, nëse nuk janë 1000 kg, le të jenë 300, po jenë produkt final ose gjysmë produkt. Dhe ajo çka është më interesante, po flasim për projekte kapitale. Kapitali I shqiptarëve, I mërgatës, vetëm në Gjermani, Austri dhe Zvicër, llogaritet në 46 miliardë euro. 46 Dhe miliardë. po të ketë Kosova stabilitet politik, po të ketë vizion dhe strategji zhvillimore, po të ketë partneritet me shtetet evropiane, në veçanti me shtetet bashkuara të Amerikës, zhvillimi ekonomik kishte qenë një ndër problemet më të vogla. Mirë po, nuk jetohet nga politika, nuk jetohet nga përçarja dhe duhet definitivisht të inkorporohet dienia në funksion dhe jo dienia të jetë e mallkuar dhe e dënuar. Para se me të pyet për ngjarje interesante në jetë, keni qenë student I shkëlqyer dhe një ditë vinë 2 njerëz shumë të dashur që ne I njohim edhe në Dubrovnik, edhe dekani rastësisht takohet me ta dhe I thot, prej nga jeni nga atëherë Vučitrna, nga Kosova, Vučitrn, po ne kemi studentin më të mirë në universitet që vjen nga Vučitrna.